Kto pushon trupi i qyshit tem Muhamedit babës nënës tem, i cili ka qenë një fetar, luftëtar në luftën e Fejzajt, adretar patriarkatit. Dhe karakteristika e tij ka qenë se gjithë barë ka pas dhe shallën dhejti. I bet me huë që konë kërë pasur që ka pas. Prej dhune sërbe, 1956, kur të lindum, ka i ka Ahmetlia, prej torturat Serbisë dhe shpionat shqiptar, edhe ka ardhë këtu në Shkup, e borën e ka këtu pikrish këndu. Armena i ka djemë dajnë Bajram, edhe dajnë Kasem aty, e sot daja i sak e ka në redimet e borët e dëshmore. Por Allahi i bashkofti pas bashkun gjenet. E këtyne Zoti se bapja për atë dhejt që ka përnu ka liftu edhe për një njeri fetar shumë i devotshëm. Edhe një krejt Kosova shqiptaria. Salam aleikum.